do t'jeni me mua Sami Doçen për gjatë minutave në vijim në War Report për të njohur më gjërësisht me zhvillimet kryesore sa i përket konflikteve më të nxehta globale, por sigurisht edhe situatës gjeopolitike. Në Gjenev të Zvicrës po mbahen ditën e sotme raundi i tretë i bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në ato që janë negociata indirekte, pasi në mes të palëve sigurisht ndodhet edhe vet Omani dhe përfaqësuesit e tij. Bisedimet po vijojnë aktualisht në Gjenev pas një shkputje që patën nga raundi i paraditës, ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se shpreson të arrijë një marrëveshje që nuk do të detyronte Washingtonin të shkonte drejt një goditje ushtarake ndaj Teheranit dhe të gjithë objekteve të Gardës Revolucionare Islamike. Në State of the Union fillimin e mbajtur vetëm 2 net më parë, Donald Trump tha se Irani, sponsori kryesor i terrorizmit, ka mundësinë për të ndërtuar raketat, të cilat do të ishin të afta të godisnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shkuar kështu në një rrezet të jashtëzakonshme nga 9 deri në 12.000 kilometra sipas pretendimit të bërë nga Donald Trump. Nuk ka shumë zhvillime sa i përket negociatave ditës sotme, ose më saktë nuk ka shumë raportime se si po shkojnë këto bisedime. Por një zyrtar i lartë iranian ka deklaruar për mediat ndërkombëtare se do të ishte mjaft e lehtë të arrijë një marrëveshje mes Teheranit dhe Washingtonit nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishin të vetëdijshme se në këto negociata do duhet të ndajnë çështjet bërthamore nga çështja e raketave dhe arsenali i këtyre raketave që Irani zotron, duke treguar kështu edhe një herë qasjen e Iranit se është i gatshëm të ndalojë pasurimin e uraniumit, por jo zhvillimin e procesit të raketave të tyre në rrezet të gjatë veprimin për cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se përbëjnë po të njëjtin kërcënim. Amerika duket vetëm një hap larg luftës me Iranit. Washingtoni ka zhvendosur luftanijen e tyre më të madhe ushtarake, e cila ka qenë pikërisht në brigjet e Kretës. Bëhet fjalë për US Gerald Ford, transportuesi më i madh i avionëve në botë, u largua pikërisht këtë të enjte nga një bazë NATO-s për të shkuar drejt ujrave të lindjes së mesme me presionin maksimal ndaj Teheranit nga administrata e Donald Trump, i cili ka treguar se lufta nuk është e largët sa i përket mundësisë së një goditje të Iranit. Kjo është vendosja më e madhe ushtarake e Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme që prej luftës së Irakut në vitin 2003, ku duket se gjërat janë vulosur, pavarësisht se ka ende një shans për tryezën e negociatave, dhe ky shans janë pikërisht bisedimet që mbahen ditën e sotme në Gjenev të Zvicrës. Do të zhvendosemi në tjera informacione, duke mbetur sërish tek lindja e mesme. Shtetet e Bashkuara duket se synojnë të krijojnë një destabilizim për regjimin e Iranit. Kjo video e publikuar nga CIA amerikane kërkon spiun brenda Teheranit, duke paralajmëruar qytetarët iranianë të cilët duan që të bashkëpunojnë me autoritetet amerikane, që të përdorin kanale të veçanta komunikimi dhe jo kompjuterat e tyre të punës apo celularet e punës për shkak të gjurmimit nga autoritetet iraniane. Videoja e CIA-s amerikane, e cila kërkon pikërisht bashkëpunëtor brenda Teheranit, është pjesë e një fushate më të gjerë të Agjencisë së Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pasur bashkëpunime të rëndësishme, jo vetëm me qytetarë nga Irani, por gjithashtu nga Rusia, Kina, Korea e Veriut, dhe të gjitha këto qëllime të cilat Amerika i quan legjitime janë bërë publike përmes thirrjeve për bashkëpunim me qytetarët e këtyre vendeve. Shkojmë drejt Europës lindore, pasi Gjeneva nuk është për gjatë këtyre ditëve vetëm skena e bisedimeve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe bisedimeve trepalçe mes Ukrainës, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova ju është kundër përgjigjur perëndimit, i cili nuk ndodhet në këtë tryezë dhe nuk është përfshirë asnjëherë nga Donald Trump në negociatat që po mbahen për të dhënë fund luftës në Europën lindore. Maria Zaharova ka deklaruar se askush nuk ju ftoi në këtë tryezë negociatash sepse nuk dini si të silleni. Ishit një herë atje, por gënyet mashtruat dhe u kapët në flagrancë, prandaj qëndroni në tryezë dhe mos bërtisni. Ajo po i referohej kështu komenteve që bëri nga një deklaratë bërë përgjatë kësaj jave nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili tha në Kiev të martën se Rusia nuk mund të lejohet të përfitojë në tryezën e negociatave, dhe për diçka të tillë dhe për një mendim kritik do duhej edhe përfshirja e vendeve europiane. Por Zarova, e cila thotë se askush nuk i ka ftuar në këto tryezë negociatash, thotë se nëse do të jeni në atë tryezë, qëndroni qetë dhe mos bërtisni, duke treguar kështu se nuk jeni një faktor vendimarrës përballë edhe marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, sipas pretendimeve të bëra nga Kremlini. Zhvillime ka pasur edhe në frontin e betejës. Palët kanë vijuar sulme të ndërsjellta. Ditën e sotme 2 persona u plagosën në rënd në Zaporizhzhia, në mesin e 19 personave të plagosur në total, ndërkohë sulmet kanë vijuar në mënyrë intensive me Ukrainën, në cila ka shënjestruar objekte kritike të infrastrukturës energjetike të Rusisë si një kundër hakmarrje kështu
por raportet më të fundit thonë se administrata e Donald Trump i ka urdhëruar Ukrainës të frenojë sulmet e saj me rrezet të gjatë veprimin ndaj infrastrukturës ruse pasi po preken përmes këtyre sulmeve edhe investimet amerikane. Është ky një raport i ardhur nga The Telegraph bazuar në disa deklarata të bëra nga ambasadoria e Kievit në Washington, e cila pretendoi se kishte marrë një qortim nga Departamenti Amerikan i Shtetit pasi forcat e vendit të saj goditën qytetin portual të detit të zi Novorossiysk në një ndërhyrje të pazakontë. Ajo deklaroi se Washingtoni paralajmëroi se sulmet e kryera në fund të vitit të kaluar kishin prekur investimet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si në Rusi ashtu edhe në Kazakistan. Janë këto disa prej zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Në pjesën e parë të programit sigurisht do të ndalemi tek lufta e afërt SBA-Iran, për të kaluar më pas në pjesën e dytë të programit tek kritikat amerikane për Ukrainën, por çfarë do të sjellin bisedimet e Gjenevës do të jenë sigurisht në tryezën e diskutimeve të mbrëmjes së sotme në program. Të gjitha këto menjëherë vetëm pas siglës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se vjojnë të shpresojnë në diplomaci kur bëhet fjalë për arritjen e një marrëveshje me Iranin. Megjithatë, kushtet e tyre mbeten të pandryshuar, ndalimi i pasurimit të uraniumit dhe gjithashtu ndalimi i zhvillimit të arsenalit të tyre raketor. Teherani thotë se Amerika nuk mund t'i kërkojë të gjitha në një. Mbrëmjen e sotme me mua në program janë profesor Xhavid Shala, ekspert i çështjeve të sigurisë dhe profesor i asociuar. Profesor Shala, mirëmbrëma, kënaqësi t'ju kem në program. Ndërkohë në një komunikim të drejtë për drejtë kam edhe Ledion Krisafin, ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ledion, mirëmbrëma, kënaqësi të kem në program. Mirëmbrëma, kënaqësia ime. Zoti Shala, të nisim së bashku. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vetë presidenti amerikan Donald Trump thotë se shpreson ende në diplomaci, ndërkohë paralajmëroi në State of the Union se Irani po përgatit raketa për të goditur mbar perëndimin, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa të vërteta janë këto parashikimet bëra nga Donald Trump, ose më saktë deklaratat të cilat vinë sigurisht bazuar në dhënat e inteligjencës amerikane? A ka Irani kapacitetet për të prodhuar një raketë e cila mund godisë drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Irani ka një program të zhvilluar raketor dhe nuk është se tash ka raketa që mund të arrijnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po mos harrojmë se edhe Korea e Veriut në fillim nuk i pat ato raketa, po më pas i bëri raketat, pra zhvilloi programin. Kështu që shqetësimi i presidentit Trump është i drejtë, nuk bëhet fjalë për tani, ai thotë mund në të ardhmen mund të zhvillojë raketa që mund të vinë deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në strategjinë e sigurisë kombëtare, në strategjinë e mbrojtjes kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Irani është cilësuar si një kërcënim rajonal për interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra jo si kërcënim në nivelin e kërcënimeve tjera, siç është për shembull nga Rusia apo nga kërcënime të tjera të evidentuara edhe në strategjinë e sigurisë kombëtare. Pra, megjithatë, presidenti Trump ishte ai presidenti i cili kur erdhi në fuqi, kur erdhi në herën e parë në pushtet, e prishi marrëveshjen e nënshkruar në vitin 2015. Çfarë parashikonte ajo marrëveshje? Ajo marrëveshje parashikonte që Irani hiqte dorë nga pasurimi i uraniumit, pra do të kishte program bërthamor paqësor, hiqte dorë nga pasurimi i uraniumit dhe kjo në këmbim të heqjes së sanksioneve dhe të monitorimin nga Organizata e Energjisë Bërthamore të Vienës. Pra, këto kushte u rrëzuan nga presidenti Trump, kështu që presidenti Trump do t'i duhet të arrijë diçka më shumë se sa ajo marrëveshje që ai prishi. Që në këto kushte presidenti Trump është shumë i vendosur në drejtim të kësaj marrëveshje një në radhë të parë për programin bërthamor, por edhe për programin raketor. Pra, edhe nxitur edhe nga Izraeli për programin raketor. Tashmë për Izraelin një Iran me energji me mundësi për të prodhuar bombë bërthamore është kërcënim ekzistencial, por një Iran me këtë program të zhvilluar raketor është një kërcënim konvencional shumë i madh. Pra, në të dyja rastet është kërcënim për Izraelin. Kështu që Izraeli në këtë rast duket ka një domthonë Shtetet Bashkuara të Amerikës po synojnë të arrijnë të parën
edhe me pas të merren edhe me dytën, kurse Izraeli don që të merren në paketë të dyja, duke përfshirë edhe të tretën dhe kushin e tretë që është pra që zotimi i tyre po mos u përfshin në financimin e proksive në zonën përreth Izraelit apo edhe në lindjen e mesme. Nga ana tjetër, programi raketor i Izraelit, programi raketor i Iranit është shtylla e sigurisë kombëtare të Iranit. Irani mund të qëdoj, mund të pranoj kompromise për programin bërthamor, sepse ka një program kryesisht, nuk është se ka vendosur apo mund të arrijë të përdorë një bombë bërthamore, sepse edhe u dëmtua edhe në sulmin 12 dhjetor, por e ka një levë të fuqishme negocimi. Pra, që do të thotë që do negocoj për këtë në mënyrë që mos vija kuqe të mos cënohet. Vija kuqe në këtë rast është programi raketor. Pra mund të bëj lëshime. Nga ana tjetër, nëse në këmbim të garancive të sigurisë për Iranin, gjithashtu në këmbim të heqjes totale të sanksioneve. Pra, gjithçka po sillet rreth këtyre kushteve. Takimi sotëm nuk është se prodhoi në takimi ka përfunduar, dy palët nuk kanë dalë, po të kishe optimizëm nga ky takim, palët mund të dilshin me një deklaratë të përbashkët, por nuk kanë dalë me deklaratë të përbashkët. Asnjëra, këtu ka një deklarim të ministrit të jashtëm të Omanit, i cili ka thënë që pa të zhvillime të rëndësishme dhe palët do të konsultohen me kryeqytetet e tyre për të vazhduar në nivele teknike pastaj një javë më pas. Pra, në këto kushte ndodhemi. Kjo edhe sot nuk mund të themi që lufta është larguar, përsëri lufta është në prag. Pra dhe do të duken në ditët në vijim. Sepse mund ndodhemi para një situate të tillë që presidenti Trump edhe në qershorin e vitit kaluar, pa të lënë bisedime, ju pa dhënë afat, duket inteligjenca informoi që ata nuk kanë ndërmend të synim për të arritur një marrëveshje. Për të arritur dhe duan të përfitojnë kohë dhe ai autorizoi sulmin. Kështu që nuk është çudi. Ndërkohë, zoti Krisafi, për te negociatave të përfunduara, kishim zyrtarët të Teheranit, cilët folën për mjetet ndërkombëtare, kur thanë se nëse Amerika do të arrinte të ndante në këtë tryezë negociatash çështjen bërthamore nga ajo arsenalit të raketave balistike, do të ishte mjaft mirë sepse një marrëveshje do të ishte arritur me kohë. Ndërkohë, të tjera raportet të mjeteve ndërkombëtare thonë se Teherani është gati për bler raketa lundruese kundër luftanijeve të cilat mund të vinë pikërisht nga fuqitë e huaja. Është kjo një strategji e Iranit për të fituar më shumë kohë? Pra, apo flasim për një Iran i cili e ka ndarë mendjen se nuk do një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po përdor, le të themi, çdo gjë që ka ngelur në tryezë për të shmangur një sulm amerikan dhe për të fituar këtë kohë. Unë mendoj që dyja palët janë duke fituar kohë në këtë moment, po me të gjitha iranianët janë duke fituar kohë. Për dy gjëra në radh parë, sepse jo vetëm raketat që përmendëm, por provin armatime nga Rusia dhe supozohet të vinë dhe në muajin në vazhdim. Kam thënë një tjetër që nga shtatorit supozohet të vinë një avionët rusë Su-35, cilët janë avion cilët kanë për qëllim të krijojnë superioritet ajror, janë avion goxha të mirë sigurisht, dhe që do ta shtonin jashtëzakonisht shumë kapacitet ajror dhe luftarake të Iranit. Po vinë modelet e reja të helikopterëve luftarak rus, cilët edhe në analizën amerikane janë helikopterë luftarak më të mirë në botë për momentin. Kjo është arsyeja e parë pse Irani po mundohet të fitojë kohë sa më shumë ditë mundur, se po mundohet të armatoset dhe një luftë me Iranin në këtë moment është më lehtë se një luftë me Iranin pas të vinë avionët rusë, pas të vinë helikopterët rusë, pas të vinë sistemet ndoshta ruse S-400 i ketë më shumë raketa e kështu me radhë. Tjetra është fakti që ajatollahët, ky regjimi i ajatollahëve në Iran ka qenë në 79 për rreth 47 vite tashmë. Ndërkohë që Donald Trump është një president 4 vjeçar. Një vit i ka kaluar, i ka ngelur 3 të tjerë dhe pas 3 vitesh nuk do jetë më president. Dhe sigurisht që shkojnë me këtë logjikë që nëse arrin ta shtyjnë dhe 3 vite të tjera, sigurisht që është shumë e vështirë ta shtysh 3 vite të tjera, por logjika ekziston në raste të tilla, sigurisht pse jo. Presidenti i ardhshëm amerikan mund mos jetë kaq i zellshëm për të bërë një luftë me Iranin, por mundohen të hedhin paqë në një mënyrë ose një tjetër dhe kësaj lufte që është duke ardhur në Iran. Praktikisht po mundojnë të fitojnë kohë në çdo mënyrë të mundë, sepse unë mendoj që Irani dhe Shtetet Bashkuara shanset për të arritur një marrëveshje janë thuajse zero. Është thuajse pa mundur për të marrëveshje, sepse ajo çka kërkon Amerika nga Irani është diçka që Irani në asnjë mënyrë nuk mund ta japë. Sepse nëse heq dorë nga programi bërthamor, qoftë civil, qoftë ushtarak, nëse heq dorë nga programi raketave balistike, atëherë Irani nuk ka asgjë tjetër në këtë
Është e kot të ekzistojë ky regjim që se heq dorë nga ato që e bëjnë të jetë në këmbë këtë regjim. Pra mundësia për të arritur një marrëveshje është thuajse zero. Dhe nga ana tjetër, mendoj që dhe amerikanët pa diskutim e dinë shumë mirë këtë gjë. Nuk mendoj se janë kaq naiv të mendojnë se Irani do bëjë marrëveshje, e ka bërë marrëveshje edhe në kaluar, që përmendë profesori, nuk u ndyshoi në një gjë, nuk arrit në një gjë konkrete dhe jemi prapë në situatë ku jemi sot. Pra mendoj që dhe amerikanët sigurisht janë duke munduar të fitojnë kohë. Nuk mendoj që Donald Trump e tha rastësisht në Kongres atë deklaratën e tij për raketat iraniane që mund të arrijnë Shtetet e Bashkuara. Ai ishte një justifikim shumë i madh në sy të popullit amerikan. Pra duhet gjejë një mënyrë të shesë popullit amerikan luftën e ardhshme me Iranin. Unë mendoj që lufta me Iranin është çështje kohe, pra kur do ndodh, nuk është çështje nëse do ndodh. Që do ndodh duket se është shumë e qartë që ka për të ndodhur dhe grumbullimi ushtarak që është bërë në lindjen e mesme është grumbullim që nuk ndodh rastësisht. Pra nuk ndodh as për të friksuar Iranin që të arrijë një marrëveshje ose për të trembur që të heqin dorë nga disa gjëra. Pra ky grumbullim ushtarak në lindjen e mesme është shumë i madh për të qenë thjesht për të bërë shantazh ose për të kërcënuar Iranin në këtë pikë. Pra është një lloj grumbullimi ushtarak që tregon shumë qartë që po shkon drejt një goditje të përmasave shumë të mëdha të Iranit dhe unë mendoj që arsyeja pse nuk ka ndodhur kjo goditje deri më sot është sepse Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli gjithashtu do po përgatiten pa diskutim për çdo eventualitet të mundshëm dhe nga mësimet që kanë nxjerrë luftën në 12 ditëve të vitit të kaluar, sepse në fund të 12 ditëve nëse kujtohet raketat, sisteme mbrojtëse ajrore të Izraelit dhe amerikane nuk ishin, le të themi, në gjendje aq të mirë pra në fund. Dhe gjatë kësaj periudhe, paktën nga janari deri tani, unë kam parë paktën 75 avion luftarak, avion transportues amerikan, të cilët në 90% të rasteve dërgojnë sistemet e mbrojtjes ajrore në lindjen e mesme. Pra tregojnë që kjo përgatitje është shumë e madhe se ajo që ishte para një viti për luftën 12 ditëve dhe kjo mund të jetë arsyeja pse po futojnë kohë sigurisht dhe amerikanët pikërisht për të vendosur të gjitha pjesët, si thua, të puzzle-it në vendin e dur, në mënyrë që nëse kundërgoditja iraniane do të jetë përpasave shumë të mëdha, të mos gjenden në situatën që u gjenden në ditën e 12 të luftës në vitin e kaluar. Te e qartë. Ndërkohë, profesor Shala, pati një lëvizje të rëndësishme ditën e sotme, luftania më e madhe amerikane, US Gerald Ford, lëvizi nga Kreta, nga brigjet e një baze të NATO-s për të shkuar drejt lindjes mesme. Dhe dua ta ndërlidh diçka të tillë, jo vetëm me presionin maksimal amerikan dhe gatishmërinë për luftë, por edhe thirrjen e CIA-s amerikane për përfshirje të qytetarëve iranian në bashkëpunim dhe në le themi koordinim me agjencitë e inteligjencës. Duke parë çfarë ndodhi me Venezuelën, me rrëmbimin e Nicolas Maduro, nxjerrjen me forcë nga vendi i tij, përdorimin e disa armëve për të cilat kishim dëgjuar më parë, por jo kurrë në praktik, le të themi, njësitë më të specializuara mbërritën për të kryer këtë operacion. Duhet jemi qartë, presim të shohim spektakël në Iran, kemi një Amerikë e cila është e përgatitur për çdo skenar, çfarë do të ndodhë? Unë nuk mendoj që mund të ketë spektakël të modelit Maduros. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dështuar një herë një operacion tillë në 79-ën në 80-ën diku në Iran, kështu që nuk e përsërisin më atë gabim. Sepse Irani nuk është Venezuela, do të jemi të qartë për këtë. Në Venezuela ata pra një kom që arritet të vrisë rreth 30.000 protestues brenda 10 ditëve. Irani nuk është, plus asaj që regjimi Ayatollah ka tjetër mbështetje, pavarësisht lëvizjes, proteste e tjera, por ka në zonat rurale e tjera ka goxha mbështetje. Lëvizja kësaj luftanie aeroplanbajtës, një nga më të mëdha, domethënë është në mbështetje dhe për t'ju afruar, ajo mund të operonte edhe në detin Mesdhe apo në brigjet, sepse u fol fillimisht që do operojnë në brigjet e Izraelit. Dhe nga aty ajo mund të kryente funksionet, por edhe të mbronte edhe Izraelin. Por me sa duket planet kanë ndryshuar dhe do të vazhdojë të shtohet presioni maksimal ndaj Iranit. Fakti, ndërsa këtë thirrjen për rekrutime apo për komunikim me agjencitë e inteligjencës, unë e lidh me atë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kuptuar se vetëm nga jashtë nuk mund të përmbyset regjimi. Është pamundur ta përmbysin regjimin. O lëvizje studentore, ose lëvizje tjera, ose veprimtari tjetër që do t'i kundërvihet regjimit nga brenda. Vetëm një ndërthurje, nga një goditje nga jashtë dhe një revolt apo një organizim i masave të tilla nga brenda mund bëj të mundur që të përmbyset regjimi. Pra, ndodhemi në një situatë ku Shtetet e Bashkuara po hezitojnë të hyjnë në konflikt,
po hezitojnë sepse nuk është kollaj, edhe mbështetja në Shtetet Bashkuara nuk është maksimale. Vetë baza maga e presidentit Trump dhe vetë presidenti Trump gjatë fushatës elektorale ka sulmuar, po theme, ka kritikuar gjithë administratat më parshme të presidentëve amerikan, sepse kanë mbajtur vazhdimisht Amerikën në lufta të gjata. Pra, në farë mënyrë, presidenti Trump nuk mund të bëjë të njëjtin gabim që kanë bërë presidentët dhe të cilën ai e kritikoi. Kështu që presidenti Trump do të jetë i përgatitur për një operacion tip blitz, kështu nga këto 2-13 ditorët, ose sepse nëse do të vazhdojë shumë gjatë, do ketë probleme të mëdha. Nuk duhet të harrojmë se edhe Irani ka me çfarë të ushtrojë presion Amerikës. E para, Irani zotron tokën, Amerika zotron qiellin, po Irani zotron tokën dhe forcat toksore është e pamundur, as nuk shkohet në përmend që të veprojnë. E dyta, ata mund të bëjnë goditje të gjithë bazave amerikane në sistemin tyre raketor, i ka brenda rrezë, bile dhe raketat dhe lëshuzit janë vendosur në pozicione tilla që të prekin, të kenë mundësi të godasin të gjithë bazat amerikane që ndodhen në linjën e mesme, duke përfshirë bile edhe shtetin e Izraelit ta godasin. Pra, nga ana tjetër lidhet edhe me mundësinë që kanë ata që në farë mënyrë e treguan hapur me servitjen që bën për mbylljen e ngushësisë së Hormuzit. Pra, mbyllja e ngushësisë së Hormuzit do të bëjë të rritet në maksimum presioni i shteteve tjera ndaj Amerikës për shkak të bllokimit të çakullimit të naftës e të gazit. Pra, janë një sër probleme që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë shumë kollaj të hynë në konflikt. Hyrja në konflikt do jetë një vendim shumë ekstrem, domethënë, dhe presidenti Trump prandaj përpiqet vazhdimisht të japë mundësi për të rrugëve diplomatike, për këtë bile duket ka edhe mos përputhje edhe me Izraelin, të cilët kërkojnë fillimisht u kërkuar paketë. Por flitet edhe me Britaninë e Madhe. Po ka ushtruar presion edhe Britania për të mos, sepse janë Shtetet Bashkuara kur kanë hyrë në konflikt në Irak patën rreth 200 e sa mijë forca, atje dhe mbështetja kryesore ishte vetëm nga Britania. Nga asnjë shtet tjetër nuk u angazhuar në atë. Kështu që Britania nuk e ka. Të bashkohen në këtë operacion, ose do të ketë një sulm ndaj Iranit. Duam të citojmë raportet e Telegraf. Unë nuk mendoj se do t'i bashkohet kush, përveç se as Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilat kanë ndihmuar në sulmet e mëparshme ndaj Izraelit, duhet të. Shiko, me inteligjencë dhe me logjistikë dhe mund të bashkohen, kurse ushtarakisht nuk mund t'i bashkohen, me avion, nuk besoj sepse vendimet e presidentit Trump nuk është, edhe rruga që e ka nisë nuk është se është këshilluar me këta. Nuk mund të kërkosh ndihmë, por ti kërkojnë ndihmë dikujt që s'e ke pyetur fare. Po, dikujt që s'e ke pyetur fare, domethënë. Franca, Anglia e tjerë mund të angazhohen të veprojnë nëse do ketë goditje ndaj interesave të NATO-s nga ana e Iranit, mund të ketë goditje deri në Europë, nëse Irani çmendet fare, kur i thon për të hakmarrë etj. Pra me sisteme raketat e tyre mund të arrijnë, mund të kapin edhe në mesdhe. Pra nuk është një çudi, vetëm atëherë mund të angazhohen Franca, Anglia, Gjermania etj. Unë nuk mendoj që ata mund të angazhohen në këtë rast, edhe presidenti Trump nuk besoj se do t'ja u kërkojë bile. Ai ka gjitha kapacitetet për ta bërë vetë. Megjithatë, një raport i dhe Telegraf ditën e sotme, dua ta komentojmë shumë shkurt sepse më duhet shkojmë në një shkputje, ka treguar se Donald Trump i ka bërë presion pikërisht Keir Starmer për të përdorur bazën në ishuj Chagos ose në të ndryshme, ose për ndryshe, ka thënë, do të përmbyset marrëveshjen që ti kërkon me këto ishuj për marrjen një bazë ushtarake për 99 vite në këmbim të dhënies së suverenitetit të tyre. Pra, sa të vërteta mund të jenë këto zëra? Ata mund të jenë shumë të vërteta, po kjo nuk lidhet me veprimin e NATO-s në Europë. Ajo është një bazë, janë baza të Mbretërisë Bashkuar që kanë qenë, që vazhdimisht i ka përdorur edhe Mbretëria e Bashkuar, i kanë përdorur Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por duket kryeministri britanik ka menduar se po gjen një mundësi për të ushtuar presion mbi Trumpin, për të ushtuar presion mbi presidentin Trump, duke mos ia dhënë mundësinë për të përdor bazat, nga ana tjetër duke dhënë mundësi për të përdorur bazat angleze, mund të bëhet target vet Anglia. Të qartë. Mirë, do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të programit dhe për të diskutuar sigurisht atë tërheqje veshin nga Washingtoni për Ukrainën dhe gjithashtu se çfarë pritet të sjellin negociatat të cilat po ashtu po mbahen në Gjenevë të Zvicrës. Të gjitha këto më njëherë pas shkputjes.
Një qortim nga Washingtoni, negociata të reja të cilat po mbahen pikërisht në Gjenevë dhe një Rusi e cila i thotë Europës se nuk keni vend në tryezën e negociatave që po mbajnë me Shtetet e Bashkuara, por gjithashtu edhe me Kievin. Janë këto zhvillimet më të fundit sa i përket luftës në Europën lindore, ku sigurisht ajo çfarë ka tërhequr vëmendje është padyshim duhet të një kritik e ardhur nga Washingtoni. Zoti Krisafi, Amerika i thotë Ukrainës, kujdes kur godet infrastrukturën kritike energjitike të Rusisë, sepse atje ke edhe investime amerikane. Një kritike e cila ndukje tregon sigurisht shqetësimin e Washingtonit për investimet e tyre, por nga ana tjetër tregon edhe një kritike e cila duhet thënë mbetet edhe pa precedent për shkak të luftës që po zhvillohet në një anë kur kemi një Rusi e cila ka bombarduar objektivat më kritike të energjitikës përgjatë një dimri të ftohtë. Si do ta komentonit? Bëhet fjalë për disa investime amerikane në David Kaspik në këtë rast. Në fakt është pak hipokrite sigurisht mënyra e kjo lloj kritike, sepse nga një anë jepet leje për të goditur brenda Rusisë dhe aq më tepër që kuptohet që kjo është ndoshta mënyra vetme se si mund të vijë seriozisht Rusia në tryezën e bisedimeve. Dhe nga ana tjetër i thuhet që godit, po mos godit tanët në një farë mënyrë. Pra në këtë rast i bie që është një fatkeqësi e madhe e Ukrainës që nuk pas ka në një investim amerikan në një gazsjellës apo në një naftsjellës në Ukrainë, sepse mund të kesh shpëtuar nga bombardimet ruse në këtë rast. Pra është diçka që nuk shkon se thua të dyja, ose do godash çdo gjë që del ose çdo gjë që është strategjike dhe që është e rëndësishme për të goditur, dhe Ukraina këtë gjë ka munduar të bëjë. Pra çdo goditje ka qenë përgjithësi goditje strategjike, por nuk kanë goditur as shkolla, as pallate, as restorante apo lokale apo ku diun, por çdo goditje ka qenë një goditje strategjike që është lidhur me gjitha me industrinë e naftës dhe të gazit të Rusisë. Dhe vetë fakti që janë investime amerikane që kanë ngelur në Rusi i bën këto pjesë të shënjestrave strategjike të Ukrainës. Pra është një qortim thash shumë pa lidhje dhe hipokrit sigurisht në këtë rast, sepse çdo gjë që është strategjike brenda Rusisë në këtë moment është shënjestër goditje nga ana e Ukrainës. Nuk ka rëndësi nëse është investim amerikan apo francez apo gjerman apo të tjerë, aq më tepër që bëhet fjalë për një investim ruso-amerikan, fakt nuk është tërësisht amerikan. Firmat amerikane të mëdha të naftës kanë një përqindje të vogël aty, mos gaboj 15-20% të investimit, pra është një investim, le të themi 80% rus, dhe vetëm pak është investim përqindje amerikane, pra e bën, sidoq të ishte dhe nëse do të ishte tërësisht amerikane, pra aq kohë sa mund të jetë një shënjesë strategjike brenda Rusisë, sigurisht nuk mund i thuhet Ukrainës si mos godit investimet amerikane në këtë rast. Të jetë qartë. Ndërkohë, zoti Shala, kjo thirrje, më shumë një thirrje për treguar se realisht Ukraina po kalon disa vija të kuqe, apo mund të jetë edhe një, le të themi, bllof i Washingtonit për të bindur Moskën për diçka e cila nuk ekziston, pasi është diskutuar shpeshherë se koordinatat për të cilat Ukraina godet jepen edhe nga inteligjenca amerikane. Shumica jepen nga inteligjenca amerikane. Kështu që megjithatë, këto deklarata duket Shtetet e Bashkuara duan të japin mesazhin edhe Moskës që ne jemi në nivelin e arbitrit, nuk jemi pal me Ukrainën. Unë kështu e përkthej këtë. Gjithsesi, ka një diçka, Ukraina ka të kaluar gjitha parashikimet e rezistencës. Kaluan 4 vite dhe tashmë ruset nuk është se po avancojnë, bile ka patur raste që edhe Ukraina ka rimar territoret të pushtuara. Kështu që në këto kushte kemi një Rusi që nuk po e fiton betejën dhe kemi një Ukrainë që nuk po e humb betejën. Edhe në këto kushte nuk ka rrugë tjera, por të dy palët duhet jenë të interesuar për të ulur në tavolinën e bisedimeve, dhe të dy palët po mendojnë që ka kaluar koha për të ulur, kështu që duhet të ulen. Rusia nga ana saj, pavarësisht deklaratave të sotme se synimi i tyre është objektiva të arritja objektiva ushtarak dhe jo arritja një marrëveshje, këtu duket që nuk është gjetur i vetmi shej pozitiv, u dha në shenjë pozitiv, u dha javën në takimin e kaluar, ku u tha që nivelet teknike biseduan për menaxhimin e anëpushimit. Pra, ndërkohë që nivelet politike nuk ishin rënë dakord për zgjidhje politike njëherë, në 3 pikat kryesore që janë territorët, që janë pozicioni angazhimi i Ukrainës dhe garancitë e sigurisë. Pra, nuk ishte rënë. Megjithatë, kjo tregon që mundësit tashmë për të ulur përsëri në tavolinën e bisedimeve janë
janë marrë seriozisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë që sot ata kanë biseduar më tepër se kanë vazhduar edhe sot bisedin, po amerikano-ukrainase bile kanë pikërisht në Gjenevë. Gjeneva është bërë kryeqyteti i diplomacisë botërore tashmë. Dhe kanë biseduar për mundësitë e angazhimit ekonomik të Shtetit Bashkuar të Amerikës pas luftës. Pra, po diskutohet edhe periudha post-konfliktit. Pra, mendohet që në një farë mënyre edhe Rusia, pavarësisht se si shprehet, e ka ndjerë shumë dhimbjen e luftës në Ukrainë dhe do përpiqet të gjejë një mekanizëm, po edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës duket po shohin mundësinë që ta nxjerrin edhe Rusinë të fituar, por edhe Ukrainën të fituar. Pra, Putini të dali, sepse ndodhen dy presidentë. Një balans biznesi. Pikërisht. Pra, janë dy presidentë të cilët nëse njëri jep territore do humbi gjithçka, reputacionin para vendeve, dhe nëse tjetri nuk i fiton këto territore do humbi gjithçka, se 4 vjet që hyri për një operacion të nivelit 2 javor dhe përfundoi 4 vjet. Një pyetje tjetër për ty. Kemi një Zelenski i cili po fuqizon pozitën e tij, duhet thënë, për gjatë javëve të fundit, me pretendimin se jo, Ukraina nuk ka për të lëshuar territore, dhe një intervistë BBC-s e tij e dhënë vetëm 2 ditë më parë, kur tha padyshim vendi mund ta fitojë këtë luftë. Përderisa ekzistuan 4 vite, ekziston edhe ky skenar. Mjafton të kemi mbështetjen unifikuar të Perëndimit dhe Shteteve të Bashkuara. Sa skenar realistik është ky? Ky është skenar realist tashmë nuk është se ka për ta fituar, se për ta fituar është, po nuk ka për të humbur. Domethënë, nuk është se ka për ta fituar, por nuk ka për ta humbur luftën. Nuk ka për ta humbur këtë luftë. Nuk ka për ta humbur luftën dhe nuk duhet ta harrojmë se tashmë Zelenski dhe Ukraina do të ketë një përballërim të ngadalt nuk do ta lejoj, do ta detyroj Rusinë të ulet në tavolinë e bisedimeve. Pra edhe me mbështetjen e Evropës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, të ulet në tavolinë e bisedimeve. Rusia nëse nuk e ndjen që ka për të humbur, nuk ulet. Nëse ndjen që është fitimtar edhe në front, nuk do të ulet. Nuk do të harrojmë se kanë kaluar 4 vjet. Industria Ukrainës është kthyer në industri lufte. Këtë vit do të çesin armat e para. Ukraina po prodhon prodhon raketa të cilat janë shumë rezultative, ka marrë teknologji perëndimore, ka mbështetjen e Europës. Pra, pavarësisht mbështet apo jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky pozicion i Zelenskit që tregon që është më i konsoliduar është edhe si pasojë e vendosmërisë të shteteve të Europës, të cilët i kanë dhënë një mbështetje, i kanë dhënë një ndihmë financiare dhe po e mbështesin, sepse duke mbështetur Zelenskën, ata duke investuar për Ukrainën, ata po investojnë për sigurinë e tyre kombëtare. Pra në këtë mënyrë mund të themi që ajo konstatimi që thatë ju është i drejtë, pra Rusia nuk po e fiton, Ukraina nuk po humbet. Kështu që do duhet të ulen në tavolinë e bisedimeve për gjetur një marrëveshje. Kanë qarkulluar lloj skenarësh të mundshme, por një nga ato më të mundshmit mund të jetë që të ketë një paqe, një marrëveshje paqe pa zgjidhje politike. Pra zgjidhja politike, duke patur parasysh që ka kaq probleme për lidhur me territoret e me këto, të zgjidhja politike të lihet më vonë. Pra në një farë mënyrë të ngrihet të jetë një model Koreje. E qartë. Ndërkohë, Kryesafi ka zhvillime të rëndësishme sa i përket edhe think tankeve të ndryshme, të cilat japin raportimet e tyre mbi atë se çfarë do të ndodh mbi këto negociata. Instituti për Studimet e Luftës në një raport të orëve të fundit tha se Moska disia ka dalë për çaj perëndimin kur bëhet fjalë për Ukrainën, së bashku edhe në lidhje me marrëdhëniet transatlantike, por në të njëjtën kohë ky raport, le të themi, i Institutit për Studimet e Luftës tregon se Rusia vërtet nuk është e interesuar në paqe dhe po fiton kohë për të pasur avancime të mëtejshme territoriale. I thash profesorit se ka edhe një qëndrim të Zelenskit, i cili duket sikur ka marrë forcë për të thënë nuk dorëzojmë territore nëse bëhet fjalë se kjo është rruga e vetme për paqe. Përballë, le të themi, këtyre dy palëve kokëforta, kush do të jetë, le të themi, lëvizja e ardhshme e Amerikës për të sjellë një fund të këtij konflikti apo për të marrë një vendim deciziv për të mbështetur njërin palë dhe për të lënë tjetrën të sulmohet? Unë mendoj që do bëjnë një gjë më të madhe amerikanë se çka kanë bërë gjatë këtij viti me Donald Trump. Pra kanë lënë një farë mënyrë dy palët të vazhdojnë luftën, sepse është një logjikë që e ka thënë Donald Trump disa herë në konferencat e tij që dikush duhet të fitojë, si thua, në fushën e betejës, ose nga ana tjetër duhet të jenë aq të lodhura të dyja palët sa nuk kanë më mundësi të luftojnë. Vetëm këto dy raste mund të
mund të ketë në një shans serioz në negociatat. Dhe amerikanët një familje këtë gjë janë duke bërë, pra duke ndihmuar dhe Ukrainën nga një anë, pa diskutim nuk ka ndaluar ndihmë për Ukrainën, është më ngadalë se ajo kohës së Bidenit, vjen në forma të ndryshme ose në burime të ndryshme në krahasim me të Joe Bidenit, por nuk se ka ndaluar ndonjëherë si incentiv. Por nga ana tjetër nuk mendoj që amerikanëve do ju interesonte nga palë strategjike një humbje e madhe e Rusisë në këtë pikë, sepse ishte një problem më shumë në rast një humbje të Rusisë, nuk e dim pse mund të jetë situata e brendshme e Rusisë, mund të ketë një shpërbërje le të themi disa rajone si Çeçenia ose Dagestani e rajone të tjera, pra një humbje e madhe e Rusisë në Ukrainë do ishte po aq problematike se ndoshta edhe një fitore e madhe e Rusisë në Ukrainë. Kështu që në këtë pikë amerikanët më shumë interesojnë ta bëjnë të vuajnë Rusinë, pra të vazhdojë të dobësohet, por pa humbur në mënyrë konsiderueshme, dhe unë mendoj që pra që kohë sa asnjëra prej palëve nuk është duke fituar në mënyrë bindëse, vështirë që të ketë një marrëveshje ose një negociata në kuptimin e këtij fjalës. Gjitha këto negociata që janë duke bërë gjatë gjithë këtij viti kanë përfunduar, janë nisur me premise shumë të mëdha për të gjetur paqen, për të arritur tek territoret e tjera, por kanë përfunduar që kemi parë tek shkëmbimi të plagosurve, të vdekurve, të burgosurve, kështu me radhë në këtë rast. Është e vërtet, ai tha profesori që Rusia nuk është duke fituar dhe Ukraina nuk është duke humbur. Problemi është që rusët mendojnë se janë duke fituar. Dhe para që kohë sa rusët mendojnë se janë duke fituar, do vazhdojnë të luftojnë sigurisht në fushën e betejës. Sepse unë mendoj që Vladimir Putin sigurisht që nuk mund të kthehet, figurativisht le të themi, nuk mund të kthehet në Rusi nga Ukraina nëse nuk arrin dot të marrë Donbasin. Pra gjithë këto vojtë, gjithë këta viktima të vrarë, gjithë ekonomia ruse që është bërë një ekonomi lufte, 4 vite lufte, dhe të kthehet Putini dhe Rusia nga Ukraina pari du të marrë qoftë edhe pjesën e mbetur të Donbasit e shoh pak të vështirë që të ndodhë. Kështu që rusët do përpiqen pa diskutim gjithë në radhë parë fushën e betejës dhe radhë 2 në tavolinë, të marrin pjesën tjetër të Donjeckut që ka ngelur nga paumarrë që jetë për rreth 4500 deri në 5000 kilometra katror në këtë rast. Kështu që për Ukrainën, unë mendoj që forma e fitores për shembull do të ishte nëse lufta përfundonte në këto vija fronti. E shoh shumë të vështirë që Ukraina të rimarrë gjithë territorin që është pushtuar, thuajse të pamundur diçka të tillë. Pra fitoria e Ukrainës në këtë rast do të ishte nëse lufta do përfundonte në këto vija fronti, sepse vërtet ka humbur 20% territori, por ama ka fituar ose ka arritur të mbrojë 80% tjetër territori dhe kjo është një arritje shumë e madhe për Ukrainën. Por nuk shoh asnjë shenjë që asnjëra prej palëve pa diskutim të jetë serioze për të arritur marrëveshje. Pra aq kohë sa Rusia mendon që është duke fituar dhe pra aq kohë sa Ukraina ka shpresa se mund të fitojë, lufta do vazhdoj pa diskutim në terren. Vetëm kur shpresat nga dyja palët të bien, si thuaç, dhe të jenë dyja palët të lodhura, atëherë po do fillojnë ta marrin seriozisht tavolinën dhe mund të arritë një marrëveshje mes palëve. Të jetë qartë. Zotë Krisafi, ishte kënaqësi të kisha mbrëmjen e sotme në program. Profesor Shala, faleminderit që ishit me mua mbrëmjen e sotme në War Report. Kemi mbritur kështu në fund programit edhe për mbrëmjen e sotme. Për çdo informacion të minutës fundit, informoheni padyshim në abcnews.al, si dhe mund të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. War Report do të rikthehet sërish në mbrëmjen e hënë në orën 21. Deri atëherë, bashkë natën e mirë.